Askush nuk do të blejë më një televizor, fenomeni do prek njerëzimin në mbar globin, ja çfarë pritet që të ndodhë, për më shumë se një shekull, televizori ka qenë një mjet argëtimit në shtëpi. Prania e tij në dhomat e ndenjes në të gjithë botën ka qenë konstante, duke evoluar ngadalë përmes përmirësimeve në rezolucion dhe dizajn. Megjithatë, një kohë gjithnjë në rritje ekspertësh tani sugjerojnë se kjo ikonë e hershme së shpejti mund të përballet me një rival të papritur, një që mund të riformësojë plotësisht mënyrën se si e shikojmë dhe bashkëveprojmë me përmbajtjen. Ideja se televizorët mund të zhduken brenda një dekade nuk është thjesht spekulim. Kaspar von Alorden, një gazetar me gati 20 vjet përvojë në mbulimin e inovacionit digjital për platformën gjermane të teknologjisë të 3N, Pionierët Digital, është ndër ata që argumentojnë se televizorët tashmë po humbasin terren. Konkurrenca vjen në formën e ekraneve virtuale, ekrane që nuk ekzistojnë fizikisht në një mur ose mobilje, por shfaqen përmes pajisjeve të montuara në kokë. Një shembull i spikatur është Apple Vision Pro, i lançuar në fillim të vitit 2024. Këto kufje me realitet të përzier projektojnë ekrane virtuale direkt në fushën e shikimit të përdoruesit, duke ofruar një mënyrë krejtësisht të ndryshme për të konsumuar median. Me këto pajisje, përdoruesit nuk kanë më nevojë për një ekran fizik të fiksuar për të parë një shfaqje ose për të ndjekur lajmet. Në vend të kësaj, përvoja e tyre e shikimit bëhet e lëvizshme dhe e adaptueshme. Transformimi i mënyrës se si e përjetojmë median, lëvizshmëria e ekraneve virtuale shënon një ndryshim të madh nga natyra stacionare e televizorëve tradicional. Kufjet si ato të Apple u lejojnë përdoruesve të fiksojnë një ekran në një cep të një dhome ose ta mbajnë me vete nga një dhomë në tjetrën, duke e bërë argëtimin më fleksibël se kurrë më parë. Këto pajisje përziejnë realitetin e shtuar dhe realitetin virtual, duke mundësuar që përmbajtja digjitale të mbivendoset në botën reale pa probleme. Ky kombinim krijon atë që von Alorden e përshkruan si një përvojë të adaptueshme, ku shikimi i një seriali ose për të ndjekur lajmet nuk kërkon më të ulesh në divan ose t'i kushtosh një hapësire specifike shikimin. Në vend të kësaj, vetë mjedisi bëhet pjesë e përvojës, i formësuar nga zakonet dhe mjedisi përreth përdoruesit. Pavarësisht këtyre përparimeve, rruga drejt zëvendësimit të televizorëve me ekrane virtuale përballet me sfida të dukshme. Një shqetësim i madh është shqetësimi fizik që shoqërohet me përdorimin e zgjatur të kufjeve. Ndryshe nga një seancë pasive e shikimit të televizorit, mbajtja e një pajisjeje si Apple Vision Pro për orë të tëra mund të çojë në dhimbje koke dhe lodhje, duke paraqitur një pengesë për seancat e gjata të shikimit. Një çështje tjetër e rëndësishme është dimensioni social. Televizionet tradicionale inkurajojnë natyrshëm shikimin në grup dhe përvojat e përbashkëta. Ekranet virtuale, në të kundërt, e izolojnë përdoruesin. Shikimi i një filmi ose ngjarjeje sportive vetëm përmes kufjeve krijon një përvojë të vetmuar, një përvojë që kufizon ndërveprimin nëse të gjithë të përfshirët nuk zotërojnë teknologji të ngjashme. Von Alorden thekson se ky tension midis inovacionit dhe traditës mund të ngadalsojë shpejtësinë e bërjes së ekraneve virtuale në moll. Nëse kompani të tilla si Apple dhe Meta mund t'i kapërcejnë këto pengesa, do të luajë një rol vendimtar në përcaktimin e së ardhmes së argëtimit në shtëpi. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.